Thjesht shojnë thash është ky kremi i gjunjve ose si ajo masazhi shpinës, vëre këtë të ngrova aty edhe u shërove. Realisht është problemi është në vend tjetër, po që janë mbi 80 vjeç ata që kanë. Po, kam parë një rast mbi 80 vjeç, por në përgjithësi janë këto të 60-tat e tyre, domethënë sa ka filluar këtu. 80 vjeç të vësh pirë. Po, thash nuk dua ta gjykoj, po që nuk dua ta gjykoj, po që mendoj që duhet të ndaloj në një pikë. Mund ta bëjmë për shef, po jo për të pasur një arsye. Okej, unë nuk e them që s'bëhet edhe për shef mbas të 80-tave, se ne kemi patur klientë mbas të 80-tave në studio. Po që gjithsesi duhet në mas, gjërat në mas. Kush të ka ardhur në studio që të ka çuditur? Pra, ka ardhur vërtet një 80 vjeçare? Jo, në rastin e piercing nuk kam patur një 80 vjeçar, klientja më e madhe që kam në piercing ka qenë 65 dhe ka ardhur për të bërë një piercing në kërthiz, nuk ka ardhur për në kërthiz. Po, donte ta bënte gjatë gjithë kohës thoshte, por që nuk mundej, pastaj mentaliteti, gjëra të tilla kështu, edhe mendoj shqiptare nga Durrësi. Edhe mendoj mos jam, domethënë e kapi pak aty edhe para shqiptare. Po, e kapi pak edhe ajo ideja para se të fillonim që erdhi, la orarin edhe pastaj tha, ore mos jam shumë e madhe për ta bërë këtë, i thash shikoj, nëse realisht do ta bësh, hajde e bëjmë, nëse ti do të mendosh të ndrosh mendjen tani ku je, ndrojmë, domethënë për mua nuk është problem. E kishte patur zonja gjithë jetën? E kishte pasur shef gjithë jetën, por që e kishte marrë këtë parajgjikim, kishte qenë edukatore domethënë gjatë kohës kishte punuar gjatë viteve të saj, edhe kishte menduar gjithmonë që do parajgjikohen, pastaj do thonë që do çojmë fëmijët te kjo, domethënë këtu do t'i çojmë ne fëmijët, te kjo që ka piercing, do rinte me rroba baba. Jo, patjetër, po duke konsideruar që hapi fjalë plus llogarit tani 65 vjeçare, kanë kaluar edhe një ca kohë zëmësh në të 70-ta tani po themi, ndoshta si ka kapur, duke konsideruar që vitet kur punonte ajo kanë qenë nuk kanë qenë kaq të zhvilluara se tani, domethënë një mama të mësonte që edukatorja është një çik ekstravagante, do gjykoj patjetër, do gjykoj. Diçka e bukur ë, se jep mesazhin që të paktën ëndrat. Po. Mbajtë në sirtar, pastaj hap gjithë komonë, nxjerr gjithë shqiptarët. E realizoj. Ka shqiptarë që vinë kërkojnë, kanë kërkesa të çuditshme për piercing në vende të veçanta kryesisht? Kanë vitet e fundit, domethënë thash, nëse më përpara kjo gjëja ishte një çik si më e fshehtë, disi më me sikletshme, kishin shumë sikletë vjen të kërkonin gjëra sepse mendonin që në studio do të parajgjikonin. Se ne kemi bërë bisedën. Ne kemi bërë bisedën edhe herë tjetër, por s'është problem. Këto vendet janë këto nipple piercing në gjoks ose piercing në vendet intime, domethënë këto sa vinë dhe kërkohen më shumë. Më shumë, ajo që më bën përshtypje faktikisht nuk është që po kërkohen më shumë nga moshat e reja. Ajo që më bën përshtypje është që kemi domethënë diku tek të 40-tat edhe kështu, po fillojnë edhe këto. Nuk po themi që të 40-tat nuk janë të rinj, po që kjo është domethënë duke menduar që nipple piercings janë më shumë për shembull për mosha diku tek të 20-tat ose një çik kështu që duan të ekspozojnë, ndoshta ty duken edhe nga veshja. Pjesa pastaj e 40 plus ose 40 vjeçarët ose më lart. Këtë gjë. Pra, i të japin ty mbase në atë bisedën se një njeri është bërë psikologe. Po, na e do puna edhe këtë. Goxha i afërt në atë moment, pra atë thon ty pse duan pikërisht në atë moment. Po, patjetër, domethënë më thon në arsye të ndryshme, realisht unë habitem nga arsyet habitem, nuk është një çik fjalë më fakt, po që më shumë të themi që më bëjnë përshtypje këto arsye që nuk e kanë për veten e tyre, domethënë duan t'i bëjnë qefin partnerit.